Drakaina Beqire Ballukja ishte luftëtarja e preferuar e Palloshit. Ajo kishte një fuqi apokaliptike sa mund të fshinte nga faqja e dheut një ushtri të tërë. Në kopaqe, Palloshi e dërgonte të mblidhte taksat e pellazgëve. Njera ai që nuk I jepte dhe kacidhen e fundit. Beqireja mund të shndërrojë në një bish dhe të shkrinte. Aq sa një herë nga nevriku hapi një tunel në kodrat e pellazgjisë së jugut. Por Beqireja kishte një tëmet. Ajo filloi t'i bënte kollaro Palloshit. Kur Palloshi e zbuloi, nga inati I theu të gjitha pjatat e kështjellës. Por tashmë Beqireja nuk e rruante. Ajo ishte farefis me zotin e lashtë të luftës, Babqiri Ballukshi, dhe e dyta ruante një sekret. Ajo posedonte një gjë të çmuar që e mbante fshehur mirë, topen e majt të Palloshit. Pika e tij e dobët. Vetëm po të shkatërroi topja, Palloshi mund të vdiste. Prandaj quhej topja e Akilit të Palloshit. Ndërkohë Bajlozi Kënetës kishte urdhëruar të fillonin sulmet. Barbarët Trima godisnin fort muret e kështjellës me shpata, por ende asnjë të qartë për të futur brenda. Bajlozi e kuptoi që duhet të ndryshonte strategji.